Andaj sikur se ka thonë Hasan al-Basri rahimullah, ka thonë edhe në qofë se do të ka përmend stolit e tyre janë të dukshme dhe u vije era parfume dhe kuajt e tyre janë të stolisur këtë mënyrë të bukur, thot në nënçmimi i gjunaheve është në fytyrën e tyre atë. Këto s'u mshefin kurrë ato. Apo ata mundën erën e trupit e tyre me mbulun me aromë dhe kjo është formalitet. Ata mundën pamjen e jashtme ta zbukurojnë me makijazhe të ndryshme, këtë mund ta bëjnë. Apo ata munden që duke hipur në makina luksoze të na shiten të lumtur dhe kënaqur, këtë mund ta bëjnë. Por kjo është formalitet. Apo ne i themi Allahu Rabbi. False keni ju krejt. Krejt që ka bëni ju false është. Andaj e ka kompleksu me Zotin Gjelle Gjelalu. Shiko këtë besimtar krenar me imanin e ti, a i ka tentu me kompleksu këtë besimtar. Që ka më ne? Qëre që ka konfituane? Sa pasurin e kam, sa fmiti kam, qëre që ka më në të tërën? Këtë besimtar a është dekoraju për balë kësaj tendence për me nënqmu? A është kompleksu me këtë pasuri? A është kompleksu me këtë fuqi që ka dash këtë përdetu? Absolutisht jo. Shiko sot thjesht e ka gjunzu këtë njëri apëtër. Në qëka jeti apëtër? Kujt mi ka dhënë ti? Muskuj. Kujna? Ti e ko një pikë ujë. Të kërkush e si heqë. Ti e një copë dhejë, një grosh dhejë. Që Allah të ka kriju apëtër. Qëka jeti? Ali, qëka është njëri pas që ta? Pas që ta, si kështë ka kalu një mendje madhë, i pasur dhe me pushtet pra një djetari, dhe që ka dhonë, normalisht që ka dhonë respektin e kërkuar, si kurse a i ka mendu. Edhe është këthy ka onë ti, e din kush e mund ato. Kështë ka ditë kush është ka onë, po e di shumë mirë. Pa në të herë, ka onë, ashtu që është në gjohën nuk e di atë vjen mirë të jabë. Pse, ka thonë ti je një kryesë, apëta je në të fetun kadire. Je një piku i e shëmtuar, apo? Piku i që njërë është kryu për i saj, me ta qitë në bukë, ta gërdit bukën, apëta. Që ki jeti, apëta. Me të pikë në ujë, stepina ta ujë më korë, apëta. Që ki jeti? Apo, wa tahmilu al-adira, dhe bartë në vetën tonë dytësina, ka të shkajsh, dytësina kinë vetën tonë, që ashtu je, apo, edhe funë në kinë në rëdhej, a je që këti, a o që këti në të leftimit, ka unë po dhe që kjo mëna, që ka po li për hamo, te për të dash respekt, apo, që ka dash të më shumë, që kjo jeti, pëndaj, kush dhe që tenton të mburet, të krenohet me diqë për asaj që ka është pej dunjes, ajo është formalitet, nuk është e jotja. Nuk është e jotja. Por besimtari ka me thonë, aja që ka është e mrenshme e jamja, që kjo është realisht aja për çka duhet më mburë naftën. Në qofë se kena imanin zemra tonë. Që kjo është original e jotja. A ka mundësi me devalu pasunia? Po. A ka mundësi një që sot është milioner, nesër, asë gjë më se pas, a ka mundësi? A ka mundësi dikush që është i shnor si topi që thojnë, nesër me koni smut, a ka mundësi? Ka mundësi. Devaluan shëndeti, a devaluan pasuria, a devaluan autoriteti, kejt devaluan. A ka në i periud ku devaluan imani? Kjo së ndodhë kërra pëtën. Nuk ka në herë devaluan imani. Për shembull, imani ora në bursë, s'përshkon shtrajt tash më pëtën, lirë përshkon, a ka në herë kështu? Kërra pëtën. Imani gjithë mund është i shtrajt pëtën. Andaj me iman në Allah në Gjallahu Ala, gjithë je i shtrajt, kur s'devaluan pëtën. Me kejt tjera devaluan. Me qka dhe që dëshën më ngrit, i devalu mje. Andë kjo ka thonë ti, këto pëmë që ti po më këqyme me nëzonë frimë me to, ti vysh ka Allah në vjesht Allah, që a bënë tani? Ti vysh, qëta në vjesht, kejtë bitë to. Lakin e hu Allahu Rabbi. E unë ato qka e kam, hadit ashtë po, që për qka ke hu këtë jabëta.